Në Big Brother Kosova, shpesh debatet më të gjata dhe dramatike nuk lindin nga gjëra të mëdha, por nga detaje që jashtë mund të duken qesharake. Një shembull i tillë ishte diskutimi në mes të prajimit, ku Alba foli për mbathjet e Elionës. Alba komentoi me ironi dhe pak provokim, i ka të veshura dhe tani ato tanga, duke nxjerrë në pas detajin që kishte tërhequr vëmendjen e banorëve. Por ajo nuk ndaloi aty. Sipas saj, kjo situatë i shkon Tonit nga mbrapa, duke nënkuptuar se gjestet dhe sendet personale mund të interpretohen sipas perceptimit të secilit. Toni, nga ana tjetër, u tregua i matur dhe i qetë. Ai është një lojtar që vepron sipas standardeve të veta dhe nuk e bën çështje të madhe nga një palë mbathje. Për të, respekti dhe dinjiteti nuk varen nga detaje të vogla ose nga gjeste provokuese. Ky reagim i tij tregoi se nuk çdo gjest i vogël do të bëhet debat ose arsye për tension. Ky episod nxorri në pa dy mënyra shumë të ndryshme të perceptimit të gjërave në Big Brother Kosova. 1. Alba e sheh çdo detaj si mundësi për debat, vëmendje ose lojë psikologjike. Për të, mbathjet dhe tanga nuk janë thjesht objekte, por simbole të lojës dhe mënyrës se si banorët përballen me njëri tjetrin. 2. Toni e sheh gjërat ndryshe. Ai bazohet tek respekti personal dhe standardet e veta morale. Ai nuk lejon që detajet të vogla të ndërhyjnë në mënyrën si ai e menaxhon marrëdhënien me të tjerët. Debati për mbathjet dhe tangat u kthye në një moment që zbuloi karaktere dhe standarde të ndryshme brenda shtëpisë. Për publikun, kjo nuk ishte vetëm një bisedë për gjëra të vogla, por një test për të kuptuar si perceptojnë lojtarët provokimet, gjestet dhe detajet personale. Në fund, episodi rikujtoi të gjithëve se në Big Brother Kosova, çdo gjest, çdo detaj dhe çdo objekt personal mund të shndërrohet në simbol të lojës. Por mënyra se si secili reagon tregon më shumë për karakterin dhe maturinë e lojtarit se sa çdo debat i madh strategjik. Toni tregoi se standarde të forta morale dhe që